është puna më e rëndësishme se sa shëndeti yt? Këtë pyetje duhet t'ia bëjmë shpesh vetes sa herë shikojmë që jemi zhytur thellë në punë dhe po punojmë shumë orë në ditë për vazhdimsi, për shumë ditë, për muaj të tërë dhe nuk kemi gjetur kohë të marrim pak hapësirë për veten tonë. Pra, jemi fokusuar shumë, por që të lënit e vetes pas dore mund të sjelli edhe probleme në shëndetin tuaj mendor, në shëndetin tuaj fizik, në gjendjen tuaj shpirtërore. Ndaj, përpara se të nisni punën çdo ditë, në mëngjes herët është më mirë, sepse është edhe më qetësi, ndoshta edhe familjarët tuaj nuk janë zgjuar ende, merrni pak kohë për veten tuaj. Pra, filloni dhe hani mëngjes vetëm, filloni dhe lexoni pak faqe libri, filloni dhe shkruani ditar për periudhën të cilën ju po përjetoni, për situatat në të cilat ndodheni. Filloni të ushtroheni, të bëni pak ecje, lëvizje, të dilni të shijoni pak diellin në mëngjes herët, çojini veten tuaj në një qendër masazhi, jepini kohë vetes tuaj që të rigjenerohet dhe të kthehet edhe më e fuqishme dhe më e fortë dhe më energjike në bërjen e gjërave. E them këtë sepse besoj njësoj si edhe unë, edhe ju e keni përjetuar disa herë këtë gjë dhe keni menduar unë jam e fortë, unë jam e fuqishme, unë doja dal, unë do punoj shumë, unë do bëj shumë lek, unë do blej këtë, do blej atë, por që harrojmë që ka gjëra më të rëndësishme se sa puna edhe paraja. Pra janë këto gjërat e tjera të cilat ta bëjnë jetën më të bukur. Të shikosh diellin në mëngjes, të ndihesh mirënjohës për jetën që po bën, për gjërat që ke, të ndihesh falënderues, të kesh besim, të zbukurosh ditën tënde me gjëra të vogla, me detaje të vogla dhe t'i thuash vetes tënde përpara pasqyrës se sa shumë e do, të afirmosh, të manifestosh për gjërat që ti do, të meditosh pak, të bësh pak yoga, pak ecje, pak lëvizje, janë pikërisht këto detaje të vogla që bëjnë diferencën në ditën dhe në jetën tuaj. Okej? Punoni fort, por mos harroni që të bëni kohë dhe për veten tuaj në ditën tuaj. Ju përshëndes dhe t'ja kaloni sa më bukur.